Kjo e premte ishte ditë pushimi, por administratën sipas vendimit të qeverisë, por 5 anëtarët e Partisë Demokratike në Këshillin për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin u paraqitën në kryesinë e kuvendit sipas një kërkese të menjëhershme drejtuar kryeparlamentarit për të mbledhur e për të vijuar shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Socialistët, ashtu si një tjetër mbledhje të thirrur nga kolegët opozitar, nuk ishin paraqitur, por kur ligjvënësit demokrat ju drejtuan sallës së komisionit, denoncuan se derën e gjetën të mbyllur, siç tregon kjo video e shpërndar. Kryetari i kuvendit e ka blokuar. Kryetari i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi, para gazetarëve që nuk u lejuan të futen në godin, akuzoi socialistët që sipas tij po tentojnë të pengojnë drejtësinë dhe direkt kryeparlamentarin për kthimin e kuvendit në bunker, siç e cilësoi. Mendojnë do të marrin peng drejtësinë. Kjo ishte mbledhja e dytë e Këshillit të Mandateve, e thirrur nga opozita, ku mazhoranca nuk i përgjigjet kërkesës për të vijuar me shqyrtimin e kërkesës së SPAK për zëvendës kryeministren, por demokratët thonë se nuk do të tërhiqen në qëndrimin e tyre. Në fillim të javës që vjen. Për mediat, Bardhi zbuloi përgjigjen e kryeparlamentarit Niko Peleshi, ku shprehet qëndrimi se Këshilli do të thirret pas vendimit të gjykatës kushtetuese për çështjen e pezullimit të numrit të 2 të qeverisë, çka për demokratin është një çështje që nuk lidhet me kërkesën e SPAK. Çështja për cilën prokuroria është drejtuar kuvendit nuk ka asnjë lidhje me çështjen që është duke u shqyrtuar në gjykatë kushtetuese. Këshilli i Mandateve u mblodh më 19 dhjetor për herë të parë për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit për zëvendës kryeministren, por çështja nuk u shqyrtua pasi Partia Socialiste dhe avokati numrit 2 të qeverisë kërkoi kohë për të njohur me dosjen e prokurorisë së posaçme.